159 aksidente rrugore u shënuan gjatë muajit gusht të këtij viti, nga të cilët 229 persona mbetën të aksidentuar. Sipas këtyre të dhënave, krahasuar me muajin e shkuar, janë rreth 15% më pak aksidente, ndërsa shkaktarët në numër më të lartë janë drejtuesit e grup moshës 45-59 vjeçar. Gjatë periudhës janar-gusht, numri i aksidenteve rrugore në total shënoi një ulje krahasuar me periudhën e të njëjtë të një viti më parë. Ky është rezultati nxjerrë nga Instat në bazë të dhënave të regjistruara. Arsyeja kryesore e aksidenteve duket se mbetet sjellja e shkujdesur e shoferëve në timon, ndërkohë që këmbësorët janë në më pak raste shkaktar të një aksidenti. Në 91.2% të rasteve, aksidentet rrugore kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve regjistrohen të jetë me 25.8%, nga kjo grup mosh 45-59 vjeç. E hëna është dita kur shënon numrin më të lartë të aksidenteve me 18.2%, ndërsa e marta është dita me numrin më të ulët 11.3%. Sa i përket harkut kohor, ora 19 deri në orën 24 është numri më i lartë i aksidenteve, duke zënë 23.3% të numrit total të tyre. Vetëm në 14 raste shkak rezulton të kenë qenë këmbësorët në këto aksidente, ndërsa në 145 të tjerat janë veç shoferët. Tirana është përqendruar në zonën me numrin më të lartë të aksidenteve për shkak edhe të numrit të popullsisë, pastaj renditen Lezhë dhe Vlora. Në raportin e Instat bëhet e ditur se përgjatë 8 muajve në 16 raste, shkaktarët e aksidenteve janë larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa 197 personat përfshirë në aksidente janë të moshës deri në 24 vjeç. Megjithatë, Instituti i Statistikave bën të ditur se ka një rënje të numrit të ngjarjeve rrugore, por edhe të të lënduarve dhe personave që kanë humbur jetën. Për të vjuar me masat në rrugë është propozuar një strategji kombëtare ku kërkohet digitalizimi i të dhënave për hartën e aksidenteve. Gjithashtu tërhiqet vëmendja për durimin për të kaluar rrugën, por edhe për mungesën e respektimit të sinjalistikës prej ciklistëve, drejtuesve të motorëve dhe përdoruesve të skuterave që janë rritur ndjeshëm vitet e fundit.